Do të lexojmë nga libri i parë, Zanafilla, është kapitulli 39. Që do të lexojmë kapitulli 39, Zanafilla. Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht. Kapitulli 39 tek Zanafilla. Jozefi në Egjipt. Ndërka që Jozefi u qua në Egjipt dhe Potifari, oficer i faraonit dhe kapiteni i rojeve, një Egjiptas, e bleu nga Izmaelitët që e kishin sjell atje. Zoti që me Jozefin dhe ky pasorohej dhe banonte në shtëpinë e zotërisë së tij Egjiptasit. Dhe zotëria e tij e pa që Zoti që me te dhe që Zoti e sillte mbar në duart e tij gjithçka bënte. Kështu Jozefi fitoi hir në sytë e atij dhe hyri në shërbimin personal të Potifarit, që e emroi kryeadministrator të shtëpisë të tij, dhe ai la në dorë gjithçka zotëronte. Nga çasti që e bëri kryeadministrator të shtëpisë të tij dhe për gjithçka që zotëronte, Zoti e bekoi shtëpinë e Egjiptasit për shkak të Jozefit, dhe bekimi i Zotit përfshiu gjithçka ai kishte në shtëpi dhe në fushë. Kështu Potifari la gjithçka kishte në dorë të Jozefit dhe nuk shqetësohej më për asgjë, përveç ushqimit të vet. Dhe Jozefi ishte i bukur nga forma dhe kishte një pamje tërheqëse. Mbas gjithë këtyre gjërave, gruaja e zotërisë së tij i vuri syt Jozefit dhe i tha: "Bjere fli me mua." Por ai e refuzoi dhe i tha gruas së zotërisë të tij: "Ja, zotëria e im nuk shqetësohet për atë që ka lënë në shtëpi me mua dhe ka lënë në duart e mia gjithçka zotëron. Nuk ka asnjë më të madh se unë në këtë shtëpi. Ai nuk më ka ndaluar asgjë veç tejet, sepse je gruaja e tij. Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të kryej një mëkat kundër Perëndisë?" Me gjithë faktin që ajo i fliste Jozefit për këtë gjë çdo ditë, ai nuk pranoi të binte në shtrat me te dhe t'i jepej asaj. Një ditë ndodhi që ai hyri në shtëpi për të bërë punën e tij dhe nuk ndodhej në shtëpi asnjë prej shërbëtorëve. Atëherë ajo e kapi nga rrobat dhe i tha: "Eja të shtrihesh me mua." Por ai ja la në dorë rrobën e tij, iku duke vrapuar jashtë. Kur ajo pa që ai ja kishte lënë në dorë rrobën e tij dhe kishte ikur jashtë, thirri shërbëtorët e vet dhe u tha: "Shikoni, ai na solli në shtëpi një hebre për t'u tallur me ne. Ai erdhi tek unë për të rënë me mua, për unë bërtita më të madhe." Me të dëgjuar që unë ngrita zërin dhe fillova të bërtas, ai la rrobën e tij pranë mejet, iku dhe vrapoi jashtë. Kështu ajo mbajti pranë saj rrobën e tij derisa u kthye në shtëpi zotëria e saj. Atëherë ajo i foli në këtë mënyrë: "Ai shërbëtor hebre që ti na solle erdhi tek unë për të më vënë në lojë. Por sa ngrita zërin dhe bërtita, ai la rrobën pranë mejet dhe iku jashtë." Kështu kur zotëria e saj dëgjoi fjalët e gruas së vet, që i fliste në këtë mënyrë, duke thënë: "Shërbëtori yt më ka bërë këtë gjë", ai u inatos. Atëherë zotëria e Jozefit e mori dhe e futi në burg, në vendin ku ishte mbyllur të burgosurit e mbretit. Kështu ai mbeti në atë burg. Por Zoti që me Jozefin dhe u tregua dashëmiras ndaj tij, duke bërë që t'i hynte në zemër drejtorit të burgut. Kështu drejtori i burgut i besoi Jozefit tërë të burgosurit që ndodheshin në burg dhe ai ishte përgjegjës për të gjitha që bëheshin aty brenda. Drejtori i burgut nuk kontrollonte me asgjë nga ato që ishin besuar Jozefit, sepse Zoti ishte me te dhe Zoti e bënte të mbar gjithçka bënte ai. Amen, fjalës të Zotit. Lavdi Perëndis. Është shkruar në fjalën e Perëndis, vëllezër dhe motra, tek profeti Isaia, se Zoti do të ngrihet në malin Ferasim, do të zbres deri në luginën e Gabaonit në mënyrë që të veproj me veprën e tij të lavdishme dhe të bëj veprat e tij të mrekullueshme. Zoti
vepron me mënyrë të lavdishme. Kështu na thot Zoti, vepron në veprën e tij dhe përpara së gjithash është e mirë dhe ngushëlluese se Zoti vepron. Se Zoti do më thënë nuk qëndron i të mos bëj asgjë, por vepron në jetën tonë, veçanërisht në jetën e besimtarit. Në çdo jetë të njerëzve vepron, sepse qëllimi i Perëndisë është që shpirti ta kërkojë dhe të shkojë pranë tij. Kaq më tepër tek bijt dhe bijat e tij, kur ka dhënë zemrën e tyre tek Zoti, e ka pranuar Krishtin në jetën e tij, kaq më tepër pra Perëndia vepron dhe nuk qëndron, domethënë pa vepruar, por vepron një vepër të cilën na e thot shkrimi se është vepër e lavdishme që bën. Domethënë nuk mund të futet në mendjen tonë dhe nuk mund ta shpjegojmë. Mundohemi të japim shpjegime në veprën e Perëndisë në jetën tonë, në jetën e të afërmve tonë, tek vëllezërit tonë, përveç atyre që janë të zbuluara dhe të duken dhe që i ka lejuar Perëndia të jenë të zbuluara për ne. Por të gjitha të tjerat që janë shumë më tepër vëllezër dhe motra, i bën Perëndia me mënyrë të lavdishme. Dhe dua me hirin e Perëndisë këtë ta kuptojmë dhe ta njohim gjithashtu, sepse shpesh herë shkojmë për të shpjeguar gjërat që na ndodhin në jetën tonë, nuk mundemi të shpjegojmë dhe kështu japim edhe shpjegim të gabuar dhe mund të arrijmë në gabime plotësisht nëse marrim atë shteg, nëse nuk na ka shfaqur Perëndia, të cilat janë këto vendime që nuk janë të dobishme përfundimisht për ne. Pra vepron Perëndia me veprën e tij të lavdishme dhe të habitshme për ne mbase. Dhe bën veprën e tij të mrekullueshme. Vepër të mrekullueshme. Do më thënë, çfarëdo që të bëjë Perëndia, për mua mbase është e habitshme në sytë e mi, sepse nuk mund ta kuptojmë për momentin, apo ta shpjegojmë sikur tham, por nëse i besoj Zotit, Perëndia me veprat e tij i bën të mrekullueshme. Thuaj amen fjalës të Zotit. Janë të mrekullueshme, mbase të habitshme, por të mrekullueshme nga ana tjetër. Dhe kjo është një fjalë e Perëndisë, ngushëlluese nga njëra anë, kështu nuk është me ngushëllën fjala. Por nga ana tjetër duhet që njeriu i Perëndisë ta besoj, ti besoj fjalës të Perëndisë. Ti besoj se atë që Zot, ajo që bën në jetën time është e habitshme dhe nuk mund ta shpjegoj, por ty të besoj o Zot, sepse e thot fjala jote dhe se ti nuk ndalon së vepruari me veprat e tua të cilat janë të mrekullueshme. Ku në fund rezultati do të jetë shumë i mirë, sepse unë kam besuar jetën time tek ti. Këtë bën të gjithë njerëzit e Perëndisë, sikurse e shohim në shkrimin, nga dhjata e vjetër deri në dhjatën e re, njerëz të cilët u bën gjërat e habitshme në jetën e tyre, të cilën nuk e priten, as që nuk e fantazonin, as që nuk mund ta shpjegonin. Pikëllime mbase përndjekje, gjendje të ndryshme, kaluan në për shkretira, në për vështirësira, në për guvat e dheut, të përndjekur në për male, por dinin aq sa mundnin ta besonin, sepse sa herë që largonin shikimin nga Zoti, atëherë humbnin edhe paqen e tyre. Por Perëndia nuk pushon së vepruari veprën e tij të lavdishme apo të habitshme për sytë e njeriut. Dhe aq sa njerëzit qëndronin pranë Zotit, erdhi ora ku pan veprën e mrekullueshme të tij. Shijuan, qoftë në këtë jetë apo qoftë në jetën e përjetshme, shijuan atë që Perëndia ka përgatitur. Dhe çfarë të themi? Gjëja më e madhe që do të shijojmë kush është? Është jeta qiellore, jeta e përjetshme, mbretëria e qiejve të vëllezër dhe motra. Çfarë të themi apo me çfarë ta krahasojmë? Për pak vite, për pak muaj, për pak orë,
Zoti po vjen vëllezër dhe motra. Çfarë të shijojmë në këtë jetë? E mbushur me pikëllime, me shkretira, me vështirësi, me përndjekje, me gjendje të ndryshme të vështira, por kemi Zotin në jetën tonë. Dhe mbase mund të duken të habitshme gjërat në jetën tonë dhe plani i Perëndis i habitshëm për ne që të mos e shpjegojmë dot, por i besojmë vëllezër dhe motra. O Zot, na ndihmo të besojmë me gjithë forcën e zemrës tonë, sepse e dim se veprat e tua janë të mrekullueshme o Zot. E thot fjala jote, të vetmen që kemi ne të bëjmë, sepse jemi të dobët, është ta besojmë se e thot fjala jote dhe të ndjekim. Jozefi është një i ri ku 17 vjeç u gjend pa apritur në jetën e tij që ta doj shumë babai i tij, na thot shkrimi, dhe dashuria që babai i tij kishte për te e bëri që vëllezërit e tij ta urrejnë, pra patën zili vëllezërit e tij. E shifnin se donin dhe vëllezërit e tij e urryen thot dhe nuk mund të fliste në mënyrë paqësore me vëllezërit e tij. Nuk mund të flisnin me paqe vëllezërit e tij me te. Dhe gjeti një vështirësi në jetën e këtij djali, më i parafundit ishte i babait të tij, një vështirësi që nuk mund ta fantazonte kurrë në jetën e vet. Dhe pse bëhet kjo? Pse ndodh kjo në jetën e tij apo në jetën tonë? Dhe kështu pa pritur Perëndia i tregon dy ëndra. Dy ëndra të cilat tregojnë se një ditë do të vinë një ditë e tillë që vëllezërit e tij ta adhurojnë. Do të vinë përpara këmbëve të tij dhe ta adhurojnë. Fantazoni vëllezër dhe motra se me sa ankth mbase apo brenda mirësisë të tij ja tha ëndrat edhe vëllezërve të tij, edhe prindërve të tij. Dhe thot kur tha ëndrën e parë që ua tregoi, e urryen më tepër vëllain e tyre për shkak të ëndrës se sa përcjellën përpara që ndodhej. Dhe duke treguar ëndrën babait të tij, të dytën ëndër, babai i tij thot e qortoi, duke i thënë ç'është kjo ëndër që pe e biri im. Dhe vëllezërit e tij e urryen më tepër. Kurse babai i tij i ruante thot këto fjalë në zemrën e tij. Por shef gjendjen e jetës të tij që të shkoje keq më keq. Por nuk e humb besimin e tij tek Zoti. Është zemra e tij e lidhur me Zotin. Dhe në vështirësinë e tij, Zot, pse mi tregon këto? Do të mund të thoshte. Pse mi tregon këto? Po të është të bësh diçka, ta bësh. Por çfarë më tregon kështu? Dhe më tregon 2 herë ëndrat. Nëse ju kujtohet edhe tek faraoni, tregoi ëndra Zoti dhe mundësisht 2 herë. Ishte Zoti kur thot 2 herë, thot Jozefi, derisa tha 2 herë, patjetër Zoti do ta bëjë shpejt. Që se të ka treguar Zoti pra 2 herë, patjetër që do ta bëjë vullnetin e tij. Kështu pra Jozefi vjen në vështirësi, por zemra e tij është e mbushur me dashuri. Me dashuri për vëllezërit e tij, sepse Perëndia dhe bashkësia e tij me Perëndin i japin këtë dashuri. Vjen ora ku vëllezërit e tij largohen prej tij, shkojnë me delet atje ku ishin në pararat dhe babai i tij jep urdhër që të shkojë t'i takojë vëllezërit e tij dhe t'u çojë ushqim. Dhe ai i mirë sikur ishte, sa mirë është të jemi të mirë si njerëz, të mos jemi dinak, të mos mbushet me dinakri dhe me ligësi zemra jonë, të mos mbushet me urrëtie apo me hakmarrje, apo me përçmim apo me tallje ndaj vëllezërve tonë, por zemra jonë të jetë e lirë, e mirë, e pastër përpara njerëzve dhe Perëndis. Dhe kështu shkoi, ashtu sikur se i tha babai i tij. Nuk bëre gjë tjetër, por atë që i tha i ati. Dhe sikur se i bindur ishte tek ati i tij, shkoi atje tek vëllezërit e tij, sikur e dim historinë, ishin gati për ta vrarë. Ja fantazoni tani ankthin apo zemrën e tij se si rrifte kur ishte për ta vrarë vëllezërit e tij.
Përfundimisht e shpëton nga vrasja Perëndia nëpërmjet vëllait të tij dhe e shesin, pra nuk e vrasin. Dhe e çojnë përfundimisht në Egjipt. Dhe çështja që lexuam sot ndodhin çështje larg shtëpisë së atit të tij, ndodhin çështje të habitshme. Ma nuk do të ndalojnë këto gjëra të habitshme në jetën time, do të thotë Jozefi? Jo, nuk thotë, por veprat e që bënte Perëndia me të ishin të mrekullueshme, sepse pas gjërave të habitshme që bëheshin, Perëndia ndërton karakterin e Jozefit dhe përgadit veprën e shenjtë me Jozefin. Thuaj lavdi Zotit dhe ti besojmë vëllezër dhe motra. S'është nevoja të kërkojmë, të shohim, të pyesim veten shpeshherë dhe të pyesim Zotin dhe mirë bëjmë që pyesim, por të mos na kap frikë, të mos na kap ankthi, të mos mpakemi të themi se ku është Zoti, s'është Zoti me mua, Zoti është me ty për vazhdo. Mos shif të habitshmën e çështjes që bëhet në jetën tënde, derisa nuk je në mëkat, patjetër. Je pranë Perëndis, por edhe nëse je në mëkat, pendohu dhe ktheu simera, thuaj Zot më fal për gabimet e mia. E di se gjërat e habitshme që bën në jetën time janë vepra të mrekullueshme në fund, të cilat unë nuk mund t'i shpjegoj dhe nuk mund t'ua shoh fundin tani, por ti mundesh o Zot dhe besoj jetën time në ty. Kështu bën Jozefi, tek Potifari ku ishte gjen hir të veçantë nga Perëndia dhe t'ja japet të gjitha Potifari në duart e tij. Ai, kur erdhi ora e tundimit dhe e mëkatit, leqë larg familjes të tij, tha jo. Jo, i tha mëkatit. Sepse si do ta bëj këtë gjë përpara syve të Perëndis tim? Domethënë ka bashkësi me Perëndin çdo ditë, ka lidhje me Zotin dhe i kundërshton mëkatit. Nuk mund ta shpjegoj se pse bëhen këto gjëra, i kujtohen premtimet mbase të Perëndis, nuk e di nëse i ka harruar apo jo, apo është zhgënyer me ëndrat që ka parë, por pret besnik dhe vjen ora e burgut. Pavarësisht se qëndroi në vullnetin e Perëndis, pavarësisht se e bëri vullnetin e Perëndis, erdhi një vështirësi në jetën tënde. Mos u zhgënje. Ky është plani i Perëndis për ty. Ky është plani ku do të lavdërohet Perëndia nëpërmjet këtij burgu që do të kalosh. Por vazhdo në Zotin. Vazhdo, mos ndalo të jesh me Zotin. Sa do i dobt të jesh, sa do i vogël që të duket vetja se je. Dhe nëse vjen zëri i armikut të thotë se ti nuk je i denjt, ti nuk je i bekuar, thuaj djallit shporru prej mejet, sepse Krishti u flijua për mua të doptin. Dhe le të mos jetë kaq i bekuar, aq sa të tjerët, Amen vëllezër dhe motra. Sepse Zoti erdhi për të dobtit, dhe kur të dëshmoj se jam i dobët, vjen përqafimi i Krishtit, lavdi Zotit. Nëse them jam i madh dhe dikush jam, atëherë ikën mirësia e Perëndis, ikën përqafimi i Krishtit ndaj nesh. Jozefi erdhi ora që Zoti të veproi, një vepër të mrekullueshme, të habitshme mbase, por në fund të mrekullueshme. Lavdi Perëndis, edhe në burg, vazhdoi të shërbej, të bëj vullnetin e Perëndis, të jetë i mirë, të jetë besnik në Perëndin. Dhe erdhi ora e veprave të mrekullueshme të Perëndis. Dhe u duk, sepse Perëndia të lartëson. Zoti din edhe të lartësoj, edhe të ul poshtë. Dhe kur të jemi të përulur dhe qëndrojmë të përulur dhe vullneti jon është i përulur në zemrat tona, atëherë Zoti do të veprojë dhe do të lartësoj në kohën e duhur, kur të dojë Zoti. Por kur zemra ime ngrihet lart, atëherë hapi pasues është rënja. Rënja, thot fjala e Perëndis. Dhe erdhi ora ku Jozefi e lartësoi, e ngjiti Zoti Jozefin në një pikë që të bëhet i dyti pas faraonit në gjithë Egjiptin. Kush mund ta fantazonte një gjë të tillë? Por ja që Zoti bën gjëra që nuk i fantazojmë dot. Dhe këto kërkesa, vëllezër dhe motra, këto kërkesa dhe të gjitha sa kemi në zemrat tona për shpirtrat, për vëllezërit tonë që kanë dhembje, që vuajnë,
janë larg në botë dhe për shpirtrat që janë delet e Perëndis dhe nuk kanë njohur akoma Krishtin, vëllezër dhe motra, Zoti vepron një vepër të lavdishme, të cilën ne nuk dim ta shpjegojmë, por pozicioni jonë është lutja, gjunjët dhe me hirin e Krishtit do të qëndrojmë në shtator që fillojmë tani, të kërkojmë Zotin, të ngjitemi në malin e Zotit, të qëndrojmë të bashkuar me Zotin dhe Zoti në çështjet e habitshme që do të bëjmë mrekullira dhe vepra të mrekullueshme. Amen.